Alo. Po. U zgjova prej gjumit për të kuptuar në fakt se sa pak në fakt duhet që një personi publik, në këtë rast edhe politik, t'i rënohet jeta. 5 minuta, ndoshta më pak. Ka qenë një goditje e rëndë për një femër, për cilën do qoftë femër, nuk doja dëshiroja asnjë gruaje t'i ndodhte një goditje e tillë. Mendoj se prapavia ka qenë që të dëshmohet se një femër në politikë shqiptare në Maqedoni nuk mund t'ja dalë pa një lloj afera apo mbështetje nga një mashkull i pushtetshëm. Të gjitha këto analiza dhe ekspertiza kanë treguar se bëhet fjalë për një montazh. Dhe e them publikisht mjaftueshëm, më ka lënduar, por nuk më ka rënuar.